Përshëndetje. Në këtë episod të sotëm të Newsroom do të flasim për IPARD, programin e Bashkimit Evropian për zhvillimin rural dhe bujqësor, prej së cilave Shqipëria ka përfituar një sër fondesh nisur nga viti 2018. Programi IPARD në fakt ka pasur për qëllim për afrimin ekonomik të vendit me Bashkimin Evropian. Shqipëria ka përfituar 71 milion euro në kuadër të IPARD 2-shit, i cili në fakt funksiononte me pjesën e bashkëfinancimit, ku qeveria e Shqipërisë do duhet kishte pjesën tjetër, 23.6 milion euro. Ndërkohë që Shqipëria ka pasur një pjesë të konsiderueshme të përfitimeve nga IPARD 2 pikërisht për zhvillimin e infrastrukturës fizike të fermave bujqësore. Kjo me qëllim ngritjen e kapanoneve të reja apo edhe fermave të tjera me qëllim përpunimin e produkteve. Linjat e përpunimit kanë pasur 26.5 milion euro, ndërkohë që pjesa tjetër e parave 11.7 milion euro kanë qenë për format e zhvillimit të biznesit, fermat bujqësore, por edhe format tjera të bizneseve agronomike. Ndërkohë që krahasuar me vendet e tjera të rajonit në raport me numrin e popullsisë, por edhe me shtrirjen gjeografike, Shqipëria ka pasur gati një raport të drejtë, 71 milion euro të përftuara si formë financimi nga Bashkimi Evropian në kuadër të IPARD 2-shit, ndërkohë që në Malin e Zi kanë qenë 39 milion euro, në Maqedoninë e Veriut 60 milion euro, sigurisht që Serbia për shkak edhe të popullsisë dhe shtrirjes gjeografike 175 milion euro, ndërkohë që Turqia ka pasur pjesë më të madhe, 801 milion euro të përfituara. Por ka rezultuar që në fakt sipas sinjalizimeve të ardhura si fillim nga fermerë shqiptarë, cilët pretendonin se ishin skualifikuar padrejtësisht nga IPARD 2 dhe kishin çuar zërin e tyre deri në Komisionin Evropian, më pas OLAF, që është zyra e Bashkimit Evropian kundër mashtrimeve, e cila kujdeset që paratë e taksapaguesve evropian të mos shpërdoren, në fakt hetoi dhe gjeti që në harkun e viteve 2020 deri në 2022 Shqipëria të kishte abuzuar, u gjetën parregullsi me shpërndarjen e fondeve IPARD, plot 33.5 milion euro. Shumë kjo e cila i është kërkuar qeverisë së Shqipërisë që t'i kthehet mbrapsht Komisionit Evropian. Deri tani ka pasur procese gjyqësore nga Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural me disa prej përfituesve, por ende ka ngelur në hallkat e drejtësisë. Sigurisht që nisur nga kryeministri Edi Rama, por edhe zyrtar tjerë publik, përfshirë këtu ish ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila ka drejtuar edhe AZBR në kohën kur janë gjetur pikërisht parregullsitë zonjën Frida Kritca, janë përpjekur që të relativizojnë dëmin e shkaktuar, duke thënë se në fakt edhe vendet tjera, përfshirë këtu Shtetet Ballkanit, por edhe pjesë të Bashkimit Evropian, kanë abuzuar me fondet IPARD dhe ato nuk kanë pasur të njëjtin dënim siç ka pasur Shqipëria, 2 vite më shumë pezullim. Por në fakt gjetjet e OLAF tregojnë që Shqipëria ka pasur plot 33.5 milion euro parregullsi të gjetura, ndërkohë që Turqia vetëm 7.8 milion, Maqedonia e Veriut 3.2 milion, Serbia 1.4 milion, Malizi 700.000 euro, vetëm Bullgaria 292.000 euro dhe Rumania 87.2.000 euro. Pra duket sikur të dhënat rrëzojnë totalisht të gjitha përpjekjet e zyrtarëve publik për të relativizuar dëmin, sepse parregullsitë e gjetura në Shqipëri janë ndjeshëm më të larta, përbëjnë mbi 92% të totalit. Në kuadër të këtyre hetimeve të kryera, OLAF raportoi në Komisionin Evropian, i cili pezulloi programin IPARD 2, po ashtu edhe atë IPARD 3. Prej më shumë se 2 vitesh fermerët shqiptarë po mbështeten vetëm nga skema kombëtare në bujqësi dhe blegtori dhe skema kombëtare e investimeve, pa mundur që të aksesojnë fondet e IPARD 3, të cilët përfundojnë vitin 2027, se sa e aftë do të jetë Shqipëria që të rifitoj besimin e Komisionit Evropian dhe të riakreditohet nga DG Agri për të bërë pjesë e fondeve të IPARD 3, cilat për momentin Komisioni Evropian ka nisur që t'i rishpërndajë tek vendet e tjera përfituese, përfshirë Turqinë, përfshirë Serbinë. Kjo mbetet për tu parë. Zyrtarët publik mendojnë që do të jetë viti 2026, viti i ardhshëm, ai në cilin fondet IPARD do të zhbllokohen, por ekspertët në cilët ne jemi përpjekur që ta shohim në 360 gradë abuzimet me fondet IPARD, pra që nga Zanafilla dhe deri në momentin që jemi këtu, janë skeptik se në fakt ne nuk do mund të përfitojmë nga fondet IPARD pasi ato skadojnë në vitin 2027.